Teksa harta territoriale në Shqipëri pritet të ndryshojë dhe Komisioni Përkatës ka nisur punën prej disa muajsh, Qarku i Lezhës kërkon ruajtjen e kufive aktual dhe madje zgjerimin e Bashkisë së Mirditës, e cila është kurrur nga popullsia gjatë viteve të fundit. Eksperti i pushtetit vendor Gjo Kiaku dhe kulturologu Gjergj Marku theksojnë se Bashkia e Mirditës duhet të ketë një territor më të gjerë, duke përfshirë Ulzën dhe një pjesë të zonës së Pukës, të cilat kanë qenë edhe më parë pjesë e kësaj treve. Njësi duhet ruajnë patjetër afërsisht kufit e sotëm, me qëllim që Bashkia e Mirditë në gjykimin tim duhet të tentojë të rritet nga pikpamja territoriale. 10 vjet përpara në propozimet në shkresat tona të grupit punës ka qenë propozuar që Bashkisë Mirditë t'i shtohet dhe njësia administrative Ulës, Shkopet. Historia na tregon se ai territor, ajo njësi ka qenë pjesë historike, tradicionale dhe integrale me Bashkinë Mirditë. Mirdita ka një padrejtësi të madhe që në vitin 1949. Ka momenti që kjo gjë që u bën, kjo padrejtësi të vihet në vend. Unë mendoj që du të shkojnë në kufit natyral të saj që ka patur. Kara në një numër kaq të vogël banorës du të ketë që nga fusharësi, po dhe në zonë të Lezhës që po them Kreshta, Sibër. Zona tjetër që është e Ulzës, pra janë kufit natyral. Kjo zgjeron dhe kufit e saj tradicional, por njëkohësisht shton edhe numrin e banorëve. I përfshirë si koordinator për zonën e Veriut në reformën territoriale të vitit 2014, eksperti i pushtetit vendor Gjo Kiaku shpreh shqetësimin se edhe në këtë ndarje të re territoriale mund të mbizotrojë vullneti politik i shumicës, pa u marrë në konsiderat mendimi i ekspertëve të fushës. Këtë reformë do të dominojë vullneti politik i shumicës për të krijuar një hartë të re elektorale me qëllim apo duke parashikuar dhe rezultatin në zgjedhjet lokale dhe ato politike. Kështu që pjesëmarrja e opozitës është kusht mjaft i rëndësishëm që kjo reformë të mund të ecë, të zhvillohet. Me reformën territoriale të vitit 2014, Qarku i Lezhës u nda në 3 bashki, Lezhë, Kurbin dhe Mirditë, të cilët konsiderohen se kanë qenë pjesërisht efikase me disa problematika të vogla.